Autori i vrasjes së shqiptarit Bledar Dedja, i cili u gjeti pa jetë më 21 janar 2024 në një zonë pyjore në Via dei Carpini në Pieve del Grappa në Itali, është lënë i lirë. Gjykata për të mitur të Venecias pranoi kërkesën e avokates së autorit për të ndjekur një kur psikologjike në komunitet. Shqiptari dhe i mitur i parangjarjes ishin takuar rreth një vit më parë në ambientet e punës, ku Bledar Dedja punonte dhe dyshohet se ky i fundit e bindi të kryenin marrëdhënie në këmbim të parave. Ditën e krimit, 17 vjeçari u kap nga disa kamera sigurie të rrugës në sheshin në Paderno del Grappa kur duhej të takojë me Bledarin. Më pas të dy janë filmuar teksa udhëtuan me Mercedesin B-klas të 39 vjeçarit drejt pyllit. Pas vrasjes, djali me sa duket ka hequr qafe thikën me cilën kreu krimin, çelsat e makinës së viktimës dhe disa rroba të ndotura me gjak që janë gjetur pranë vendngjarjes. Gjatë përleshjes me shqiptarin dyshohet se adoleshenti gjithashtu pësoi lëndime me thikë në dorë. Më pas është larguar në këmbë në Via dei Carpini, ku është filmuar nga një kamera e dytë sigurie, teksa i bënte autostop automjetit, i cili është sekuestruar për hetim, që e ka dërguar deri në stacionin e autobusit. Në këtë pikë, gjurmët e 17 vjeçarit humbasin derisa ai rishfaqet në një urgjencë spitali për të mjekuar plagët në dorë.